Pse në fund të fundit, një hundë e zën na bën të ndjehemi kaq keq? E dim të gjitha të ndjesin, të prish ditën, të prish gjumin, ndihesh i lodhur i nervozuar. Po, çfarë po ndodh realisht atu brenda hundës son, që na shkakton gjithë këtë problem? E po, këtu gjërat bëhen interesante. Mund të duket e çuditshme, por mukoza në fakt është në anën tonë. Është si një roje sigurie që bllokon pluhurin, viruset, gjithçka para se të arrijë në mushkëri. Problemi? Ndonjëherë trupi ynë duke u përpjekur të na mbrojë e tepron pak, prodhon më shumë se ç'duhet dhe ja ku kemi atë ndjesinë të tmerrshme të bllokimit. Mirë, atëherë, le të fillojmë me themelin e gjithçkaje. Hapi i parë, besojnë ose jo, është më i thjeshti, por ndoshta edhe më i rëndësishmi. Ne ta shohim. Dhe ja ku është, mund të tingëllojë si këshilla e gjyshes, por është absolutisht e vërtetë. Pini ujë. Kjo këshill për të pirë shumë lëngje kur jemi sëmur është thelbësore. Hidratimi është vija jone e parë e mbrojtjes dhe çuditërisht shpesh e anashkalojmë. Dhe jap se është kaq i rëndësishëm hidratimi. Imagjinoni pak, kur jemi të dehidratuar, mukoza bëhet e trash, ngjitse, e vështirë për t'u larguar. Por kur jemi mirë të hidratuar, ajo hollohet, bëhet më ujore dhe pastrohet shumë më lehtë. Dallimi është si nata me ditën, apo jo? Okej, pra u hidratuam nga brenda, po nga jashtë? Lagështia në ajër është po aq etike. Mendoni për një dush të nxehtë me avull ose një lagështues dome, të dyja bëjnë të njëjtën gjë. E zbusin situatën aty brenda, ndihmojnë në shpërbërjen e bllokimit dhe ofrojnë një lehtësim që e ndjen menjëherë. Mirë, kalojmë te niveli tjetër. Le të hapim pak kutinë e veglave të natyrës. Do të shohim disa aleat fantastik që me shumë mundësi i kemi tashmë në kuzhinë të gatshëm për të na ndihmuar. Në thelb do përqendrohemi në 3 gjëra: fuqia e xhenxhefilit, goditja e shpejtë e ushqimeve pikante dhe aromat lehtësuese të vajreve esencial. Duke filluar me xhenxhefilin, i cili është një mrekulli e vërtet, ka veti anti-inflamatore dhe vetëm aroma e tij e fortë mjafton për të ndihmuar në hapjen e rrugëve të frymarrjes. Plus, është super i lehtë për t'u përdorur. Hidheni në gatim ose bëni një çaj të ngrohtë. Tani, për ushqimet pikante. A ka ndodhur ndonjëherë që sapo hahet diçka djegëse, hunda fillon të rrjedh? E po, pikërisht ky është efekti që kërkojmë. Speci djegës, piperi i kuq, ato mund të ofrojnë një lehtësim të menjëhershëm. Sigurisht është i përkohshëm, por ndihmon shumë për të pastruar gjithçka. Një tjetër mjet i fuqishëm? Aromaterapia. Vajra si ai i eukaliptit, bari të limonit apo rozmarinës, kur thithen, mund të ndihmojnë goxha me bllokimin e hundës, por edhe me atë ndjesinë e rëndesës në gjoks. Por, kujdes, kjo është super e rëndësishme. Vajrat esencial janë një ndihmë, një mbështetje, nuk janë ilaç, pra ato nuk duhet të zëvendësojnë kur medikamentet që jep mjeku, sidomos për gjendje më serioze siç është astma. Këtë duhet ta kemi të qartë. Okej, pra provuam hidratimin, avullin, zgjidhjet natyrale, po sikur prap nuk mjafton. Atëherë, është koha të kalojmë te zgjidhjet pak më të synuara. Do të shohim shkaqet që fshihen pas problemit dhe çfarë mund të gjejmë në farmaci. Sepse shpesh, një hundë e zënë që nuk largohet, nuk është thjesht një ftohje e zakonshme. Mund të jetë një shenjë alergjive, veçanërisht ato sezonale, dhe në këtë rast, menaxhimi i alergjisë me ilaçet e duhura është çelësi për të vënë nën kontroll gjithë ato prodhim të tepërt mukoze. Dhe kur asgjë tjetër nuk funksionon dhe simptomat bëhen vërtet të bezdisshme, atëherë hapi tjetër mund të jenë medikamentet pa recetë. Këto janë krijuar për të ofruar një lehtësim më të shpejtë. Zakonisht kemi 2 opsione kryesore. E para janë pomadat me avull, ato që aplikohen në lëkurë dhe japin një lehtësim të shpejtë, por afat shkurtër. Pastaj kemi dekongestantët, qoftë sprej për hund apo tableta. Këto janë shumë efikase për të hapur rrugët e frymëmarrjes, por, vëmendje, nuk duhen përdorur për një kohë të gjatë. Dhe kjo na çon te pika më e rëndësishme nga të gjitha. Përpara se të merret çdo lloj medikamenti, edhe ato që blihen pa recetë, është absolutisht thelbësore të flitet me një mjek. Ai ose ajo ditë ju thot përrezicet, përfitimet dhe dozën e saktë. Mirë pra, le t'i mbledhim të gjitha bashk? Cila është pra strategjia plot për të arritur të frymëmarrja e lirë? Pra, ja ku e kemi të gjithë planin e lojës, le të themi. Hapi parë, gjithmonë fillohet me bazat, ujë dhe avull. Hapi dytë, eksplorohen mjetet natyrore. Hapi tretë, nëse problemi vazhdon,
merren në konsiderat alergjitë dhe medikamentet pa recetë. Dhe hapi i katërt, më i rëndësishmi, gjithmonë konsultohemi me një profesionist. Dhe për ta përfunduar, një kujtesë thelbësore. Ky material që sapo diskutuam është vetëm informativ, nuk është dhe nuk duhet të merret kurrë si këshill mjekësore. Këshilla e një mjeku i cili e njeh situatën personale është e pazëvendësueshme. Dhe le ta mbyllim me një pyetje për të menduar. Kur të gjitha këto mjete të thjeshta nuk funksionojnë dhe hunda vazhdon të jetë e zënë, çfarë po përpiqet na thot trupi? Ndoshta është një sinjal se ka diçka tjetër që kërkon vëmendje. Dhe pikërisht atëherë është momenti për të kërkuar ndihmë profesionale, për të deshifruar mesazhin e trupit.